Trashëgim brez pas brezi, koncert festiv, fëmijët dhe të rinj të shkollave në Malësi të Madhe paraqitën vlerat e jashtëzakonshme dhe të bukura të traditave shqiptare. Ne jemi përpjekur që të sjellim disa nga vlerat tona, të tregëson, por njëkohësisht të kalojmë edhe përtej kufive. Qëllimi i aktivitetit të ruhet, të ringjallet dhe të përcillet te brezat e rinj trashëgimia kulturore e Malësisë së Madhe, përmes ngritjes së një ansambli rinor me pjesëmarrës të ardhur nga shkolla të ndryshme të zonës. Me thonë drejtën, ne punojmë çdo ditë me këta fëmijë, janë vërtet fëmijë të mrekullueshëm, kemi talente të jashtëzakonshme. Një dëshirë dhe pregatitje serioze, fëmijëve u urrejqën në interpretimet e para dhe mëtej shfaqja e ruajti ritmin e saj deri në momentet e fundit. Ndihni trashëgimi brez pas brezi, koncertin festiv të realizuar pak kohë më parë, i cili vjen në emisionin Pusho Shqiptarçe, datë 21 janar 2026, ora 21 në ekranin e TV1 Channel.